Në 24 të drejta dhe aspektet të ndërlidhura të analizuara në këtë raport, janë evidentu një numër i madh shkeljesh dhe problemesh. Raporti konkludon se situata e të drejtave të njeriut gjatë vitit 2024 nuk ka shënuar ndonjë progres të theksuar, sidomos për grupet e marginalizuar. Praktika tregon për një mungesë të theksuar të bashkëpunimit të qëndrueshëm ndërmjet institucioneve publike dhe shoqërisë civile dhe në të njëjtën kohë e shpërfaq mospërgjegjësinë institucionale për llogaridhënie dhe transparencë. Prandaj, ky raport është një thirrje e jona për veprim dhe bashkëpunim për gjitha institucionet publike që të angazhohen maksimalisht në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, ashtu siç kërkohet me kushtetutë dhe me ligjet në fuqi. Pavarësisht disa përparimeve, autoritetet e Kosovës kanë dështuar të mbrojnë të drejtat e njeriut plotësisht dhe denjësisht për gjithë pa dallim. Në mes të kundërshtimit të ashpër, nuk janë bërë përpjekje serioze për të miratuar kodin civil, pavarësisht thirrjeve nga aktorë të ndryshëm ndërkombëtar, përfshirë Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës në prill të vitit 2024 dhe pavarësisht premtimit të kryeministrit Kurti se ligji do të miratohej në maj të vitit të kaluar. Liria e medias është gjithnjë më shumë në rrezik, me ligje kufizuese, sulme ndaj gazetarëve dhe barjera për qasje në informacion. Një raport që janë një farë mënyrë kërkesat e qytetarëve, sepse të gjitha këto që kanë dalë në raport janë nga raportet e këtyre organizatave që janë kryesisht në teren, dikon 40 organizata, gjitha punojnë në teren, gjitha kanë sjellë dhënat e sakta edhe në mënyrë sistematike i mbledhin dhe shqetësimet e qytetarëve, zemrimin e tyre, zemrimin e gazetarëve për një farë mënyre, për mënyrën se si trajtohen mediat në Kosovë dhe gjitha fushat që i kemi në këtë raport. Sa i përket drejtave të grave dhe barazisë gjinore, në sistemin e Kosovës është i shtrim në mënyrë horizontale dhe mënyrë zinxhirore i gjitha duke filluar nga kushtetuta e Kosovës që e njeh si rol herë në krejt Evropën e njeh si vlerë barazin gjinore, prej këtu buron ajo e gjithë ky sistem edhe gjithë ky mekanizëm për barazi gjinore që është në institucionet tona, edhe por mungon ai vullneti politik, vullneti i institucioneve për t'i shtyr çështjet përpara. Ne kemi pa që partitë politike dhe këto zgjedhje dhe në ato të kalumet nuk i kanë përmbush 50-50 që edhe pse është ligji për barazi gjinore. Ne si gjithmonë kontributet e tona, jo vetëm këtë raport, por kontributet e tona kanë qenë të vazhdueshme edhe në raportet e tjera ndërkombëtare, duke mundu me pasqyru gjithmonë gjendjen reale të personave me aftësi të kufizuara në vendin tonë. Dhe e tha dhe Marigona, personat me aftësi të kufizuara ende mbesin grupi diskriminuar, grupi më i varfër dhe më i marginalizuar në vendin tonë. Pse? Po përmeni disa fakte, disa arsye. Në sistemin arsimor janë të përfshirë vetëm 12% të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Kjo tregon më së miri se ku qëndron Kosova. 88% janë jashtë sistemit arsimor. 88% u shpreh ashtu nuk kanë mbështetje rehabilituese institucionale